Shefja diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ka bërë të ditur se është e gatshme të ndërmjetësojë së shpejti një takim të ri në nivel të lartë mes Kosovës dhe Serbisë, në përpjekje për të ringjallur dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja. Përmes një postimi në rrjetin social X, Kallas theksoi se zhvillimet e fundit kanë krijuar një moment të ri për avancimin e marrëdhënieve ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës, si dhe për vazhdimin e procesit të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Deklarata e saj vjen pasi kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, pranoi një masë lehtësuese për komunitetin serb në vend, sipas vendimit të fundit të qeverisë. Qytetarët serb që nuk posedojnë dokumente kosovare do të mund të pajisen me leje të përkohshme qëndrimi dhe të përdorin përkohësisht letërnjoftimet e lëshuara nga autoritetet serbe. Sipas Kallas, marrëveshja për regjistrimin civil dhe zbatimin e ligjit për të huajt përbën një hap të rëndësishëm përpara dhe është në interes të gjithë qytetarëve të Kosovës. Ajo theksoi gjithashtu rëndësinë e garantimit të vazhdimësisë së shërbimeve publike për të gjithë komunitetet. Ligji i ri synon integrimin e institucioneve paralele serbe në sektorët e arsimit dhe shëndetësisë brenda sistemit institucional të Kosovës dhe pritet që të zbatohet plotësisht. Pas një takimi të zhvilluar me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun, Peter Sorensen, autoritetet në Prishtinë ranë dakord që qytetarëve serb pa dokumente kosovare t'u jepet mundësia të pajisen me leje të përkohshme qëndrimi për 12 muaj. Në vitet e fundit, Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar disa raunde bisedimesh në nivel kryenegociatorësh në Bruksel, por takimet në nivel të lartë politik kanë munguar që nga shtatori i vitit 2023. Takimi i fundit i tij u zhvillua pak para sulmit të armatosur në Banjë të Zveçanit, ku një grup serb është armatosur vrau një polic të Kosovës. Prishtina ka akuzuar Beogradin për përfshirje në këtë incident, ndërsa Serbia i ka mohuar këto akuza. Pas këtij zhvillimi, dialogu në nivel të lartë mbeti i bllokuar, pasi kryeministri Kurti kushtozoi rifillimin e tij me dorëzimin e të dyshuarit kryesor për sulmin, Milan Radojičić, një kërkesë që Serbia nuk e ka përmbushur deri më tani. Gjatë më shumë se një dekade dialogu të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Kosova dhe Serbia kanë arritur disa marrëveshje, megjithse një pjesë e tyre nuk janë zbatuar plotësisht. Në vitin 2023, palët arritën edhe marrëveshjen e Ohrit për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, e cila ndonse nuk është nënshkruar zyrtarisht, konsiderohet nga Bashkimi Evropian si detyruese për të dyja palët.